Përshëndetje të shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin 10 minuta sonte mysafir në studio. Kemi nderin të kemi ministrin e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, zotëri Bashkim Ahmeti. Ndërtoi Ahmeti, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Sot ju gjithësisht ministria juaj ka propozuar masa qeverisë për uljen e nivelit për ajrin e ndotur. A mund ta sqaroni më gjerësisht se për cilët masa bëhet fjalë? Sigurisht, në kuadër të aktiviteteve të ditëpërditshme të Ministrisë së Mjedisit Jetësor, është edhe kujdesi për masat të këtilla, për sa i takon mbrojtjes së ambientit e konkretisht ndotjes së ajrit ambiental. Në gjithë këtë periudhë kemi punuar mjaft me shërbimin profesional të Ministrisë së Mjedisit Jetësor, duke u konsultuar edhe me ekspert, gjithashtu në debat edhe me sektorin civil, dhe kemi vendosë, në fakt kemi propozuar deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë një sër masash, me shka besojmë se do të ndikohet në uljen e ndotjes së ajrit ambiental. Në këtë propozim përfshihen disa masa konkrete, meqense është edhe kërkesa e qytetarëve dhe vlerësimi joni se do duhet të kalojmë prej sugjerimeve në masa konkrete. Masa e parë konkrete të cilën ne sugjerojmë deri te qeveria është përgjysmimi i numrit të veturave të cilët i përdorin organet shtetërore për përdorimin e tyre zyrtar në ditët kur ndotja te kalon pragun alarmant, në ditët kur ndotja është e madhe, që nënkupton vullnet të mirë nga organet shtetërore për një masë të cilën do ta kërkojmë edhe nga qytetarët e vendit. Sigurisht kjo është një proces gjithëpërfshirës dhe na takon edhe neve si institucione, por gjithashtu edhe qytetarëve që të jemi më syçel, më vigjilent, që të gjithë së bashku të kontribuojmë në pastrimin e ajrit, në fakt në uljen e ndotjes. Me këtë masën çift tek që është propozuar për në komunikacion. Pastaj gjithashtu, masa Çift Tek është një masë e cila është tejet e popularizuar kohës fundit te ne, është mirë, po deri tani ka pengesë ligjore për aplikimin e kësaj mase. Dhe ne me këtë rast kemi propozuar deri te qeveria, që qeveria t'i sugjeron Ministrisë së Punëve të Brendshme të fillon procesin e ndryshim plotësimit të ligjit për sigurinë në trafik, me çka do të mundësohet që kjo masë të mund të aplikohet dhe të hynë në fuqi në ditët kur do të vlerësojnë Ministri i Ambientit Jetësor bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme dhe Ministrin e Shëndetësisë, ashtu si e parasheh dhe ligji. Sa është e mundshme kjo të realizohet, duke pasur parasysh se kompetencat janë të ndara edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme për trafikun kur flasim? Do me thonë, kjo masë krye këput ka të bëjë, implementimi i kësaj mase krye këput ka të bëjë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe komunat ku kjo masë do të ndërmerret. Ne nuk mund të vlerësojmë se si ajo masë do të mund të realizohet, a do ketë telashe e probleme, por meqenëse është edhe vlerësim i ekspertëve, edhe kërkesë i qytetarëve përmes formave të ndryshme dhe përmes organizimit jo qeveritar, ne duhet të krijojmë mundësi që kjo masë të mund të aplikojmë dhe për problemet që eventualisht mund të dalin, ne jemi këtu për të zgjedhur sigurisht. Mendoni se veturat janë ndotësit më të mëdhej të ajrit? Jo, veturat nuk janë ndotësi i vetëm i ajrit. Element tjetër, në fakt faktor tjetër i ndotjes është edhe ndotja industriale, është edhe nxehja e qytetarëve, ngrohja e qytetarëve, por transporti përbën një ndër ndotësit goxha serioz në këta ditë. Përveç transportit, çfarë masa tjera keni propozuar deri tek qeveria? Gjithashtu, përveç transportit, kemi propozuar që qeveria të obligon pyjet e Maqedonisë, ndërmarrjen publike pyjet e Maqedonisë, që të përgatit një analizë për sa i takon kualitetit të drujve të cilët ofrohen në treg. Në fakt, niveli i lagështisë së drujve të cilët ofrohen në treg dhe një plan afatmesëm që drujt të cilët do të ofrohen nga ndërmarrja pyjet e Maqedonisë të kenë lagështinë e paracaktuar normale, që është diku rreth 20% lagështi.
Mirë, për transportin publik, të flasim në Tetov, nuk ka transport publik. Atje kemi probleme edhe me Jugochromin, të martën është të propozuar që të ketë protest. Na thuani se a ka zgjidhje? Përse i takon ndotjes në qytetet e vendit. Në disa prej tyre, ku ndotja kalon pragjet alarmante, është e vërtet se mungon transporti publik dhe mbetet qeverisë në bashkëpunim me komunat që të punojnë në këtë drejtim dhe të sigurojnë transport publik për qytetarët e atyre qyteteve, me qëllim që edhe të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të ajrit. Njën prej këta qytete është edhe qyteti i Tetovës dhe ne inkurajojmë edhe komunën e Tetovës që në bashkëpunim me qeverin sa më shpejt të gjendet një zgjidhje për sa i takon transportit publik në këtë qytet. Pjesa e Jugochromit, pjesa e pyetjes tuaj, ju e dini se ka një vendim i cili është në fuqi për mbylljen e përkohshme deri tani të Jugochromit. Inspektorati është në teren, ka vëzhguar punimet atje dhe në ditën kur do të sillet një vendim tjetër, do të jeni të informuar në kohë. Unë i garantoj qytetarët e vendit dhe qytetarët e Tetovës në veçanti, se ne, si ministri, jemi të përkushtuar që të përkushtuar për jetën e qytetarëve dhe për kualitetin e ajrit ambiental, gjithsesi. Ky proces është një proces dykahësh dhe ndikimin në ndotje mund të zvoglohet edhe me kontributin e qytetarëve dhe në këtë drejtim i ftoj edhe qytetarët e vendit që të kontribuojnë gjithkush nga pak që të përmirësojmë kualitetin e ajrit. Mirë, keni pasur takim me sindikatën e Jugochromit pasi që ata kanë kërkuar që përsëri të lëshohet në përdorim? Ne kemi patur kontakte permanente me punëtorët, me përfaqësuesit edhe të sindikatës, edhe të menaxhmentit të kompanisë Jugochrom dhe të sektorit civil gjithashtu, dhe deri tani ka rezultuar me atë që është publike, ajo nuk është asgjë më tepër përveç respektimit të ligjit dhe normave pozitive në vend. Dhe në drejtim të mbrojtjes së interesit të qytetarëve, ne i mirë kuptojmë kërkesat e të punësuarve të Jugochromit, janë diku rreth 700 familje dhe qeveria sigurisht se ka kujtuar edhe për fatin e atyre të gjitha të periudhë sa i ka mundësuar Jugochromit prolongim të afatit për vendosje të filtrave, mirë po erdhi një moment kur kjo me kërkesë të qytetarëve, të shumicës e qytetarëve të Pollogut, nuk mundeshte të vazhdohet më mirë. Mirë, Zoti Ahmeti, këtu kam përfunduar minutat për këtë intervistë. Unë ju falenderoj që ishit mysafir. Ju falenderoj të ju. Shikues të nderuar, ndoqët intervistën me Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Zotri Bashim Ahmeti. Ju falenderoj për vëmendjen. Pas pak vijojnë lajmet në gjuhën maqedonase. Shikim të këndshëm.